Mirë se vini në parashikimin e horoskopit kines për vitin 2026, vitin e kalit të gjarrit. Ky vit shell energji intensive dhe transformim. Le të shohim se çfarë premtojnë i gjetë për çdo shenjë. Per kalin do gjete vit optimist, ndërsa Miu do të përbale me sfida dhe ndryshime të mëdha. Bualli duhet të ketë kujdes me marrëdhëniet, ndërsa Tigri do të ketë një vit mjaft të mbare. Lepuri do ketë një vit shumë pozitiv, ndërsa Dragoi do shohë e kuri të shkelkjer financiare. Gjarpri do ketë sukses në karriere, ndërsa Dia është në harmoni të plotë me vitin e kalit. Majmuni duhet të mbështetet tek veçja, kurse Gjelli do të jetë i bekuar me mbështetje. Per kenin karriera do gjete e këndryeshme, ndërsa Derri do shohë për mirësim të ngjeshëm të fatit. Ju uroj me vit të mbare dhe të mbushur me sukses në vitin e kalit të zjarrit. Miru pafshim!